Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni më i ri informativ në Tribuna Channel. Fillimisht shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Kadri Veseli thotë se vizita e kongresmenëve konfirmon mbështetjen e SBA-s për Kosovën. Pacolli kërkon që çështja e demarkacionit të zgjidhet pa u bërë presion deputetëve. Parkingjet sfidë për komunën e Prishtinës, qytetarët shprehen të pakënaqur me menaxhimin e parkingjeve. Familjet kosovare braktisin emrat shqip, por sociologët këtë e shohin si një domosdoshmëri të kohës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka pritur një delegacion të kongresistëve amerikanë të administratës së re të presidentit Donald Trump, Peter Roskam dhe David Price. Pas takimit në një konferencë për media, kongresmenët janë shprehur se duan një Kosovë ku janë të përfshira të gjitha palët qeverisëse. Delegacioni amerikan e udhëhequr nga kongresmeni Peter Roskam, të cilët ndodhen për vizitë në Kosovë, së bashku me kongresmenin në Komisionin e Partneritetit të Dhomës për Demokraci, David Price, kongresistin Adrian Smith, janë pritur në një takim nga kryeparlamentari i Kosovës, Kadri Veseli. Kadri Veseli, pas takimit në një konferencë për media, tha se vizita e kongresistëve amerikan konfirmon edhe një herë përkrajën e fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kosovën dhe nga administrata e re e udhëhequr nga Trump. Kongresmenët amerikanë kanë ardhur në Kosovë, e kanë përçuar vetëm mesazhin e lirisë dhe mesazhin e demokracisë, cilën sot e kemi në Kosovë, duke ju falendëruar pikërisht njerëzve nga ky kongres, njerëzve të tillë. Ne do të vazhdojmë në rrethana të reja këtë partneritet, i cili për Kosovën është shtet i veçantë, partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të zhvilluar shtetin tonë, demokracinë e vendit tonë, e institucionet demokratike, edhe në njëjtën kohë për të ecur në një partneritet përbashkët dhe të përjetshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si Republika e Kosovës. Ndërkaq, kongresisti David Price tha se qëllimi i kësaj vizite është që të japim sinjalin se pavarësisht ndryshimeve në udhëhecjen e vendit të tyre, ata kanë një politikë dypartijake në Ballkan, e në veçanti me Kosovën. Ai tha se janë të përkushtuar që këtë politikë ta vazhdojnë. Vendi ynë është i kënaqur me atë që ka investuar për të ardhmen e këtij vendi dhe me atë që ju keni luftuar për të ardhmen tuaj. Një pjesë e qëllimit të kësaj vizite është që të japim sinjalin se pavarësisht ndryshimeve në udhëheqësinë e vendit tonë, ne kemi një politikë dypartijake në Ballkan, e në veçanti me Kosovën, dhe jemi të përkushtuar që këtë politikë ta vazhdojmë. Dhe me kalimin e viteve kemi ndërtuar, jo vetëm përvoja vullnet mira, por edhe më të vlefshme që do të mundsojnë Parlamentit të Kosovës të jetë institucion i pavarur. Delegacioni amerikan dje ka zhvilluar takimin me kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa. Kryeministri Isa Mustafa ka reaguar pas paralajmërimeve se mund të kthehet gazi Losqellës, duke thënë se një veprim i tillë nuk i ndihmon Kosovës. Ai është shprehur se zgjidhja më e keqe aktualisht është të mbahen të izoluar qytetarët e Kosovës përmes bllokimit të shënimit të vijës kufitare me malin e Zi, që është vënë kusht për liberalizimin e vizave. Kufiri përcaktohet me argument, jo me pozicionime politike e as me gaz Losqellës të cilën dikush po e ndjell. Gazin mund t'ja hedhim vetës tonë, sikurse edhe bllokimin, por kufirin nuk e ndryshojmë as me njërin e as me tjetrën. Prandaj duhet të jemi të ndërgjegjshëm se kemi të bëjmë me interesin e qytetarëve tanë të gjithë vendit, ka shkruar kryeministri Mustafa në Facebook. Presidenti i Republikës Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një takim me sekretarin gjeneral të Interpolit Jürgen Stock. Ai ka kërkuar nga zyrtari i Interpolit anulimin e fletaresteve të Serbisë. Nga ana tjetër, Jürgen Stock është shprehur se organizata ku ai punon është e hapur për Kosovën. Ne dëshiroj që
Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, në kuadër të konferencës së sigurisë në Myni, ka zhvilluar një takim me sekretarin gjeneral të Interpol, Jürgen Stock, me të cilin ka biseduar për mundësinë e pranimit të Kosovës në këtë organizatë, si dhe për mënyrën e thellimit të bashkëpunimit me Interpol. Presidenti Thaçi ka thënë se Kosova plotson të gjitha kushtet për anëtarësim në Interpol. Ne kemi nevojë për Interpolin, por edhe Interpoli ka nevojë për Kosovën, për informim sa më të shpejtë, ka shtuar presidenti Thaçi gjatë takimit. Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i Interpolit Jürgen Stock ka theksuar se kjo organizatë është e hapur për Kosovën dhe pret që të përfundojnë procedurat e brendshme për të filluar shqyrtimin e aplikacionit të Kosovës për anëtarësim. Sipas një komunikati të presidencës me sekretarin e përgjithshëm të Interpolit, presidenti Thaçi ka diskutuar edhe për çështjen e ndalimit të shtetësave të Kosovës me fletarestime të Serbisë, duke thënë se fletarestet e tilla janë të paqëndrueshme dhe të motivuara politikisht. Hashim Thaçi, nga sekretari i Interpolit, ka kërkuar që të gjitha fletarestet politike të Serbisë të anulohen. Gjatë konferencës, presidenti i Kosovës Thaçi i ka bërë thirrje qeverisë spanjolle që ta njohë vendin e tij sa më shpejt që të jetë e mundur, duke i thënë që të mos e ndërlidh rastin e Kosovës me atë të Katalonjës. Nuk ka paralele mes rastit të Kosovës dhe rastit të Katalonjës apo shtetit bask. Së pari, Spanja nuk është Serbi, e ish presidenti Slobodan Milošević dhe Kosova nuk është as Katalonjë e as shtet bask. Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë, ka thënë Thaçi në një intervistë për agjencinë ndërkombëtare spanjolle të lajmeve EFE. Gjatë ditës së sotme ka folur për media edhe Ramush Haradinaj. Ai ka hedhur poshtë spekulimet se Hashim Thaçi është i përfshirë në arrestimin e tij. Haradinaj në mënyrë kategorike është shprehur se pavarësisht bindjeve politike, Serbia nuk do t'i përçajë shqiptarët. Ndërkaq Fatmi Limaj me rastin e pavarësisë ka vizituar liderin e AAK-s në Francë. Limaj është shprehur se kjo është fytyra vërtet e Serbisë. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili po mbahet në arrest shtëpiak në Francë, është shprehur se në këtë arrestim nuk ka gisht presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe asnjë shqiptar tjetër. Ai në një intervistë për Lajm TV të Maqedonisë ka hedhur poshtë spekullimet në publik për Thaçin dhe ka shtuar se pavarësisht goditjeve, Serbia nuk do të mundet t'i përçajë shqiptarët. Ne kemi atje garën politike në Kosovë, jemi oponent. Mirë po mendoj se këtu goditja vjen për i Beogradit, pra ata janë sponsor të kësaj teme, si do që se s'muj me dhanë kësi mendimesh të të pabazume, por çka është më rëndësi është ne nuk i kemi kry punë me Serbinë ende krejt, pra shihet që ata ende po insistojnë me politikat e tyre të hershme, përçaj, sundo, me shti nërveti shqiptarët. Haradinaj pavarësinë e Kosovës e ka vlerësuar së një e arritur e të gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen. Lideri i AAK-s ka thënë se ka pasur interesim nga shqiptarët në Maqedoni, Shqipëri dhe emigrantët për të kontribuar në lirimin e tij, derisa pret që shpejt të kthehet në Kosovë. Me rastin e pavarësisë së Kosovës, Ramush Haradinaj e ka vizituar edhe kryetari i Nisma për Kosovën Fatmir Limaj. Ai është shprehur se Haradinaj është një nga meritorët e pavarësisë dhe se dëshironte që këtë ditë të shenjtë ta ndante me të. Ky moment e ka shkund edhe herë Kosovën për të dërguar ku jemi, për të dërguar fytyrën e qartë të Serbisë se në fakt çka mendon dhe çka vepron Serbia ndaj Kosovës. Dhe kjo situatë ka treguar një pahavësi dhe një politikë avanturiste që zhvillohet nga qeveritarët tonë në Kosovë, të cilët për 5 vite kanë biseduar me Serbinë dhe jo shihni rezultatet e bisedimit të tyre. Në fakt, sipas Limaj, të ndalur duhet të ishin zyrtarët serbë si Vučić dhe Dačić dhe jo Haradinaj. Gjithashtu ai ka nënvizuar se gjykata ndërkombëtare e Hagës e ka shpallur të pafajshëm atë. Seanca e radhës për liderin e AAK-s do të mbahet më datën 2 mars. Në këtë seancë pritet që gjykata franceze të marrë vendim nëse Haradinaj do të ekstradohet ose jo në Serbi. Ndalimi i tij ka ardhur si pasojë një fletë arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia në vitin 2004. Presidenti i Aleancës për Kosovën e Re, Begjet Pacolli, ka deklaruar se çdo formë e pajtimit me shtetin që në Serbinë është e pranueshme. Ndërsa për demarkacionin, ai ka deklaruar se vetëm një zgjidhje juridike si dërgimi në gjykata arbitrazhit do të mund të zgjidhë këtë çështje. Kryetari i Aleancës Kosova e Re, Begjet Pacolli, mbështet çdo tentativë të institucioneve të Kosovës për pajtimin me Serbinë. Ai ka përkrahur formimin e Komisionit për pajtim dhe të vërtet nga presidenti Hashim Thaçi, duke thënë se çdo përpjekje dhe veprim që bëhet jashtë opsionit të luftës është i drejtë, duke shtuar se për efekt dhe kredibilitet pritet të shihet. Ne nuk mundemi të kemi armiqësi me fqinjtë tonë dhe çdo tentativë
përpajtim dhe përgjetje zgjidhjes është i mirë. Në një intervistë për televizionin, Pacolli ka thënë se për demarkacionin e vetmja zgjidhje është zgjidhja juridike apo dërgimin e gjykate arbitrazhit ku sipas tij kjo mund të jep fund kësaj çështje dhe të triumfojë e drejta. Demarkacioni është dashur, kështu si është të nënshkruhet dhe të lihet një vend juridik, lihen hapur rrugët juridike në mënyrë që menjëherë pala pak noqër kërkesën e vetë t'ja dërgoj një gjykatën ndërkombëtare, gjithsesi një arbitrazh ndërkombëtar i cili në mënyrë korrekte, në mënyrë sinqertë, në mënyrë të drejtë. Ndërsa për përjetorin e pavarësisë së Kosovës, ai ka thënë se nuk ka qenë dinjitoze, ashtu siç e militojnë qytetarët për shkak të pafuqisë së përgjegjësve që të dalin para popullit. Për mu, festa ka qenë e zbehtë, tregon një papërgjegjësi të përfaqësuesve të institucioneve tona. Kjo tregon një mos sukses përfaqësuesve të institucioneve tona. I pari AKR-s ka shtuar se prioriteti i tij është të punojë për të ardhmen e të rinjve të Kosovës, t'i bëjë ata pjesë të shëndërtimit me ekonomi të zhvilluar, cilësitë e arsimit dhe një vend ku korrupsioni nuk ka hapësirë. Ndrojmë temë të informacioneve. Që nga mesnata më falni janë rikthyer rreshtet e borës në territorin e Kosovës, por ndryshe nga herët e tjera, intensiteti i ulët i rreshjeve dhe temperaturat mbi 0 gradë Celsius bën që këtë herë të mos ketë probleme në komunikacion. Edhe Ministria e Infrastrukturës ka njoftuar se rrugët nacionale dhe rajonale janë të hapura për qarkullim. Bazuar në të dhënat e mbledhura nga menaxherët rajonal të Ministrisë së Infrastrukturës dhe ekipeve tjera mbështetëse nga tereni, me gjithë rreshjet e vazhdueshme të borës, rrugët në vend vazhdojnë të jenë të hapura për qarkullim, njofton Ministria. Komuna e Prishtinës është zotuar se do të zgjidhë problemin e parkingjeve në kryeqytet dhe do të krijojë mundësi për lirimin e hapësirave publike të cilat e pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve. Zyrtar nga Komuna e Prishtinës shprehen të bindur se përgjatë këtij viti do të zgjidhet problemi i parkingjeve, ndërka qytetarët thonë se janë të pakënaqur me gjendjen e parkingjeve në kryeqytet. Përkundër premtimeve të shumta nga ana e Komunës së Prishtinës për zgjidhjen e problemit me parkingje dhe lirimit të hapësirave publike të cilat pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve, mungesa e parkingjeve publike në Prishtinë vazhdon të ngelet problem për qytetin. Madje kjo çështje mbetet shqetësuese për qytetarët e Prishtinës, pasi ata përballen çdo ditë me të llovinë e komunikacionit dhe mungesën e tyre. Drejtori i shërbimeve publike në kuadër të Komunës së Prishtinës, Gen Begolli, u shpreh se çështja e parkingjeve do të rregullohet me përmirësimin e motit, duke i sinjalizuar kështu edhe disa pjesë të tjera të cilat do të kontribuonin për parkingje. Po ashtu ai tha se përgjatë këtij viti pritet të fillojë operimin edhe ndërmarrja e parkingu, e cila do të ndihmojë shumë në këtë drejtim. Ne tash, domethënë shumë shpejt, do të lëshojmë në 2 parkingjet për qytetarët, do të jetë parkingu përmbas pallatit të Rinisë, gjithashtu një parking tek QKK-ja, domethënë 2 parkinge të mëdha, që do të jenë në menaxhim të komunës, gjithashtu edhe shumë parkinge në pjesë të ndryshme të qytetit. Ai foli edhe për kërkesat e vazhdueshme që vijnë nga ana e qytetarëve, që t'ju jepet mundësia për parkingje të lagjeve banesore. Begolli po ashtu e përmendi se krahas pengesave të tjera, trotuaret janë të ngushta dhe uzurpojnë nga ana e automjeteve të parkuara, dhe në këtë mënyrë ndikojnë që të pamundsojë qarkullimi i rregullt i qytetarëve në këto hapësira. Më herët është kritikuar pak sepse po vendosen shtyllat, mirëpo vetëdijimi i qytetarëve ka bërë që tash nevoja më e madhe tjetër rreth shtyllave antipark për shkak të lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe kjo pamundson edhe veturat që të parkohen në vende ku nuk duhet të parkohen dhe gjithashtu ne jemi në koordinim me policinë e Kosovës në vendet ku nuk duhet të parkohen, aty tu mirret veturat, tu shqetësohet gjop, domethënë qytetarët të papërgjegjshëm. Ngasës të shumë të veturave vazhdimisht e frekuentojnë kryeqytetin e Prishtinës për punë dhe angazhime të lloj-llojshme. Por problemi me parkingun vazhdon të ngelet njëri nga probleme kyçe që i shqetëson qytetarët e kësaj ane. Problemi numër 1 është në qytet parkingu i automjetit, fare nuk jemi të kënaqur me parkingjet, se shifet në qytet parkingjet janë të organizuar në mënyrë jo të rregullt, jo reale. Jo, mendoj që ka nevojë për parkinge alo, edhe duhet më punu ende më shumë. Po, unë sot dola pak vizitë
kryeqytetin, 5 vitet kena ardhë për parkinga, po ka problem, po kemi qef afër diku qytetit, jo bashkë larg, po nuk është shumë problemi madh. Veç verës është pak ma katastrofë se sa dimnit. Tash nuk e patëm problem me gjetë parking, shpejt e gjetëm, po verës është ma keq. Edhe më herët është theksuar që problemi i parkingjeve në kryeqytet do të zgjidhet, por tash e sa kohë ka pasur zhvatje të këtij procesi. Një pjesë e madhe e zyrtarëve shtetëror vrapojnë pas të gjitha beneficioneve që u takojnë edhe me ligj. Disa shpenzimet i bëjnë deri në centin e fundit të limiteve të lejuara e disa të tjerë fare nuk i prekin ato. Por zëvendës ministri Bajram Geca e shprehur se nuk e ka përdorur në asnjë rast kartën bankare. Zyrtarët e qeverisë dhe të institucioneve në përgjithësi shpeshherë kanë qenë në thumë të kritikave nga qytetarët e vendit. Në një vend të varfër si Kosova, qeveritarët nuk kanë kuruar që të sigurojnë beneficione të shumta për vete, por ka dhe nga ata që nuk shfrytëzojnë mundësitë financiare që ofron shteti. E Bajram Geca është njëri nga ata. Geca, i cili mban 2 pozita në qeveri, zëvendës ministri i pushtetit lokal dhe këshilltari i kryeministit Mustafa, nuk e ka përdorur fare kartelen bankare, e cila është dedikuar për zyrtarët e shtetit, ani pse një gjë e tillë ja lejon shteti. Ndonse limiti i tij është lejuar të shpenzojë 3.000 euro në muaj, ai nuk e ka përdorur fare këtë kartel. Geca e ka shpalosur këtë për Tribuna Channel dhe ja ka dorëzuar të gjitha dokumentet që shihet se brenda një viti ai këtë kartele ka përdorur pak për të mos thënë fare. Vërtet këto harxhimet personale nuk janë të paraparë me këto kartela. Këto kartela janë kartela zyrtare, të cilat ne duhet t'i përdorim në udhëtime zyrtare zakonisht. Pra, kartelen ne jemi parapam të përdorim kur shkojmë jashtë shteti, në mënyrë që të mos të marrim para me veti, sepse para se me ekzistu këto kartela, është dash të merret një avans, pra për harxhimet që i kemi ne kur shkojmë në udhëtime zyrtare. Për mos me marrë avancin, ne kemi këtë kartel, e cila ka limit deri në 3.000 euro, pra dhe ne duhet me këtë kartel të shërbejmë për çështje zyrtare, për shembull pagesën e hotelit, ushqimeve kur shkojmë jashtë shtetit, pra në vizita zyrtare. Edhe kjo është kryesisht destinimi që duhet të ketë për këto kartela, e jo për arsye personale. Mund të ndodhë, për shembull, që unë të përdorë edhe për ndonjë çështje personale kur jam jashtë shtetit, megjithatë, kur të kthehem duhet ato parë ti kthej në ministri, pra sepse kjo kartel nuk është e paraphon për qëllime personale. Të zyrtarët e tjerë kanë keq përdorur këtë privilegj, ishte zëvendës ministri Qazim Rahmoni, i cili kishte shpenzuar një shumë goxhat e majme. Për këtë Geca ka thënë se është i njoftuar edhe kryeministri Isa Mustafa dhe të ndërmirën të gjitha procedurat konform rregullave. Po sigurisht ajo ka pa ashtu siç kemi pasur gjithë në media, megjithatë kjo është kompetencë e ministrit përkatëse. Nëse unë te kaloj autorizimet e mia me këtë kartel, është ministria këtu ku punoj, e cila duhet merret me këtë çështje, pra janë zyrtarët, të cilët duhet më njoftojnë mua që këto harxhime të cilat e keni bërë në kartel janë harxhime private dhe ju duhet t'i ktheni parat. Në të kaluarën, ka pas raste kur zyrtarë shtetëror kanë keq përdorur këto kartela për përfitime jashtë normave të saj. Familjet shqiptare të Kosovës kanë filluar të heqin dorë që fëmijëve t'u vendosin emra me kuptim shqip. Tashmë edhe kosovarët preferojnë për fëmijët e tyre emra bashkohor dhe të huaj. Por këtë fenomen analistët e shohin si të domosdoshëm. Familjet shqiptare të Shqipërisë shpeshherë janë kritikuar nga familjet shqiptare të Kosovës për arsyen se nuk kanë preferuar që fëmijët e tyre të kenë emra me kuptim shqip por të huaj. E megjithatë tashmë edhe familjet e Kosovës kanë ndjekur shembullin e Shqipërisë, duke ju vendosur emra të huaj fëmijëve të tyre. Muslive Liu, përfaqësues i gjendjes civile në klinikën e ginekologjisë të Prishtinës, thot për Tribuna Channel se pothuajse ka përfunduar trendi kur familjet i vendosnin emra të qyteteve të Shqipërisë bebeve të sapo lindura. Ai thot se tashmë në trend janë emrat e huaj për familjet e Kosovës. Ka qenë aktuale më herët emrat e qyteteve Shqipërisë, Vlorë, Berat, Shkodran. Mos me thonë si ka ro përfundimisht mirë, po ka pak raste më të rralla. Emrat më të përditshëm, muj mi vicek, mi veçuk disa prej tynve, kemi Maldin, Leodin, Doris, Arnisa, Noar, Leart, Arisa, këto janë emrat të përditshëm. Kemi pas një trend me emra, mos t'i themi oriental, po pak më të veçum.
Por Veliu është shprehur se tradita e ripërtëritjes së emrave në familje ose të dëshmorëve vazhdon të jetë e lartë. Kjo dukuri për sociologun Valter Nasufi është normale. Ai thotë se popullsia ka pasur një bum emra shqip pas luftës së fundit për shkak të rrethanave, por pas ardhjes së pavarësisë u krijuan rrethana të tjera, duke e zbehur edhe trendin e emrave shqip. Atëherë shqiptarët domethënë kanë vënë emra më shumë adetare. Sidomos kjo ka qenë më shumë e shprehur në vitet e 80-ta e këtej. Domethënë nëse shikojmë njerëzit 25 vjeç e sipër kanë emra domethënë tamam tradicional, tamam në kuptimin e gjuhës shqipe, si për shembull bojar, ilir etj. Pra emër të kësaj natyre apo emra të qyteteve të Shqipërisë, pra ka qenë më shumë i shprehur adetarizmi. Me kalimin e kohës, me pavarësinë e Kosovës, kjo pasaj u zbe, domethënë. Anëtari i shoqatës së sociologëve të Kosovës, Nasufi, thotë se disa nga ndikimet në këtë fenomen janë mediat, serialet, sporti, lidhja me shtetet perëndimore. Por sa është e keqe apo e mirë, kjo është një çështje që është vënia e emrit është lënë në atë dëshirën e prindërve, sepse prindërit vendosin çfarë të jetë e mirë për fëmijët e tyre. Pra nuk është se them që ka një të keqe, megjithëse emri në radhë parë është shumë i rëndësishëm për njeriu, por megjithëse kultura është diçka që ndryshon vazhdimisht. Edhe në familjet në Shqipëri prej vitesh nuk preferojnë që fëmijët e tyre të kenë emra me kuptim shqip. Pas rënies së komunizmit, shqiptarët menjëherë filluan që të vendosin emra të vendeve perëndimore fëmijëve të tyre. Në veri të Mitrovicës, së shpejti do të fillojnë ngërmimet për vareza masive në afërsi të urës mbi lumin Ibër, në të cilin dyshohet se janë vrarë 10 shqiptar gjatë kohës së luftës. Ngërmimet do të fillojnë në lokacionin si quhet ndryshe varezat e muslimanëve afër lumit të Ibrit, ka bërë të ditur kryetari i komisionit për të pagjeturit Preng Gjetaj. Ai ka thënë se në varezat e dyshuara në të cilat është gërmuar tek ura e Ibrit, javën e kaluar nuk është gjetur asnjë shenjë e eshtrave të njerëzve. Sipas Preng Gjetaj, ka informacione se në Mitrovicën e Veriut ka shumë vende të dyshuara si vareza masive, të cilat do të kontrollohen një nga një. Fondi pensionali i Kosovës mbetet i kidnapuar nga Serbia që nga mbarimi i luftës. Kjo çështje, sikurse edhe shumë tjera, kanë mbetur të pasgjidhura dhe papërfshira në kuadër të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun që po e lehtëson Bashkimi Evropian. Përfaqësuesit e pensionistëve kërkojnë nga faktori ndërkombëtar dhe ai vendor që të bëhet presion mbi Serbinë që të zgjidhet çështja e kompenzimit të pensioneve. Sipas shoqatës së pensionistëve, në periudhën kur në mënyrë jo ligjore është marrë fondi pensional nga ana e Serbisë, numri i pensionistëve ishte llogaritur të jetë më shumë se 89.000, ndërkaq aktualisht llogariten si janë rreth 50.000 pensionistë të cilët presin realizimin e të drejtës së tyre për kompenzim. Sipas vlerësimeve të përafërta, thuhet se shuma e fondit pensional të Kosovës, i cili është marrë nga Serbia, arrin vlerën deri në 2 miliardë euro. Edhe sot ka vazhduar protesta e opozitës në Shqipëri, me qindra persona kanë hyrë në çadra të ngritura para ndërtesës së kryeministrisë dhe kanë kaluar natën me këngë e valle. Kryetari i opozitës, Lulzim Basha, shprehur se do të protestojnë derisa të dorëhiqet qeveria drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Ka hyrë në ditën e dytë protesta e partive opozitare në Shqipëri. Një numër i konsiderueshëm protestuesish e kanë kaluar natën e parë në çadër me këngë e valle popullore. Ndërkaq sot kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka falendëruar të gjithë protestuesit që po e mbështesin sipas tij në sheshin e Lirisë. Basha ka shprehur se nuk janë mbledhur këtu për kauzën e Lulzim Bashës apo PD-s, por për të ardhmen e Shqipërisë. Kjo i ka dhënë kauzës tonë një forcë të papërballueshme nga krimi e padrejtësia, u shpreh ai. Nuk ka kthim pas, ka vetëm ecje e para, drejt demokracisë vërtet, drejt standardit evropian të zgjedhjeve. Por në këtë betejë të madhe ne po krijojmë që sot nga ky shesh tiparet, fytyrën e asaj që duam dhe ndërrojmë për nesër. Po, nga ky shesh çdo shqiptar, i ri e re, pensionist, i moshuar apo e moshuar, burr apo grua, i papunë, student, gjimnazist, intelektual, artist, sportist, kushdo që ka një hall,
do të mund të vi këtu dhe halli ti, halli saj, nuk do t'jetë më i harruar. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama është kthyer nga Kosova dhe sot është parë duke pirë kafe i qetë në një hotel, vetëm pak metra larg protestës që po zhvillohet nga Partia Demokratike përballë zyrës së tij në kryeministri. Jehuna e protestës së opozitës që ka nisur dje dhe është duke u vazhduar ka mbërritur në Bruksel. Siç raportojnë mediat, raportuesi Knut Flankenstein nis të hënën në mbrëmje një vizitë traditore në Tiranë. Takimet e eurodeputetit evropian me politikanë shqiptar do të kenë në qendër të tyre protestën e opozitës në bulevardin Dëshmorët e Kombit, para kryeministrit, si dhe reformën në drejtësi dhe përgatitjet për zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit. Protesta e opozitës filloi ditën e kaluar në orën 12. Me mijëra persona u tubuan para kryeministrisë dhe kërkuan dorëheqjen e Edi Ramës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në videon e komunikimit të javës të postuar në profilin e tij në Facebook ka folur edhe për Kosovën dhe praninë e tij për 9-vjetorin e saj të pavarësisë. Falenderoj të gjithë atje, të njohur e të panjohur, autoritetet të larta e njerëz të thjesht për mikpritjen aq të ngrohtë, ka thënë ai duke shtuar se Prishtina ka njerëz të bukur dhe mjedise sociale plot energji. Kryeministri më tej ka nënvizuar se Kosova si dhe Shqipëria do të jetë në krye të përparësive të punës sime. Është një arsye e re më shumë për të shkuar. Është koha për lajmet ndërkombëtare, andaj ju ftoj që të ndjekim së bashku të përgatitura në një blok. SBA e kritikon vendimin e Putinit të njohë dokumentet e separatistëve në Ukrainën lindore. Ambasada amerikane në Kiev ka thënë se vendimi i Rusisë që të njohë përkohësisht dokumentet e separatistëve për Kremlinit që kontrollojnë disa zona në Ukrainën lindore bie në kundërshtim me procesin e paqes të Minskut. Ambasada ka shkruar në Twitter sot se vendimi është alarmues dhe në kundërshtim me qëllimet për të cilat është arritur pajtimi në kuadër të procesit të paqes në Minsk. Të paktën 15 persona janë vrarë në një shpërthim ndaj një tregu të dendur në pjesën perëndimore të Somalisë, njofton zyrtari policor i Somalisë Mohamed Hussein. Hussein ka shtuar se shpërthimi i fuqishëm i së dielës, i cili besohet se erdhi nga një makinë bomb, i qau dyqanet dhe stendat në rrethinën e Mogadishut, Madina. Pa ashtu më shumë se 10 persona të tjerë janë plagosur, ndërsa numri të vdekurve mund të rritet për shkak të plagëve të rënda që kanë marrë të lënduarit, shtoi ai. Ministri i mbrojtjes i Izraelit Avigdor Lieberman ka thënë sot se Irani ka një synim kryesor dhe ai është që ta minojë Arabinë Saudite në lindjen e mesme. Irani synon ta minojë stabilitetin në çdo vend të lindjes së mesme. Destinacioni i tyre i fundit është Arabia Saudite, ka thënë Lieberman pra një delegacioni në konferencën e sigurisë në Munich. Ai ka thënë se pret i dëgjoj komentet e ministrit të jashtëm të Arabisë Saudite Adel El Jubeir. Ndarja e vërtet nuk janë hebrenjët dhe muslimanët, por janë njerëzit e matur kundër njerëzve radikal, ka shtuar ai. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju falemnderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.